Fillimisht faleminderit shumë, nëse munden të na tregoni arsyen pse nuk keni mundur të votoni ju dhe nëna juaj. Asfari faleminderit për që keni ardhur, jeni mirëseardhën, po unë jem shku me votu me nonën, kom marrë raportin mjekësor, si çdo herë që kem votu me raport mjekësor, kom himren atje, tha jo, tha nuk ban, tha se na kanë pru ligj, tha se nuk ban, tha me votu, unë nuk e dije ku ekziston në botën, domethënë demokratike, që ekziston diku që i mohohet e drejta një personi, derisa kriministin detyrë, Albin Kurti, thot, domethënë që i kem 45% i kemi domethënë analfabeta, domethënë që janë analfabeta. Por ju vesh nëse munden na tregu procesin. Jemi shku aty, domethënë nuk na kanë leju me hi me votue, edhe në atë moment domethënë e kum detyruar nonën o hije vetëm e ka marrë fletën edhe i kum thonë merre edhe vetëm shkaravite fletën edhe çite votën e pavlefshme, derisa këta domethënë për interesat të veta, për karrikat të veta, domethënë i bujnë të sene, edhe domethënë shkojnë, domethënë krejt shpenzimet, çka i bujnë, domethënë taksat qytetarëve të Kosovës, edhe i shfrytëzojnë shumë keq, i shfrytëzojnë taksat e qytetarëve të Kosovës, se shkojnë në Korristanin, se nuk i kanë pru për shtëpia të veta, kur njëri i kanë pru për shtëpia të veta, domethënë po janë taksat qytetarëve që i paguajnë qytetarët aty me domethënë sigurime sene, edhe këta janë ardhur domethënë jemi ardhur çat shkallë për me bëj ajgaret tonë me neve. Pra, paraprakisht, në zgjedhjet e kalume, a ka qenë situata e njëjtë? Jo, nuk ka qenë situata e njëjtë. Në zgjedhjet e kalume, domethënë sa ka diku 6 muaj, sa ka zgjedhjet që kanë qenë më herët, aty domethënë vetëm më shku te mjeku ku marr raportin, sikur sot që ku marr raportin, edhe mi me nonën ku më asistuar, domethënë nona është domethënë që nuk din shkrim as lexim, po jo mi domethënë pa kurrë problemi, nuk kam pas kurrë problemi. A sot kur më shku aty domethënë automatikisht edhe u çun domethënë me atë kryesuesin e komisionerëve, me krejt u çun aty, jo s'bën anej edhe në atë moment jo mi domethënë jam açaruar dhone, jo mi edhe e kom prish votën, e kom shky fletën, domethënë shky në fakt jo, po e kom bën ai, komplet e kom prish fletën edhe s'kom votu hiç. A e keni ditur ju paraprakisht këtë pra certifikatën mjekësore për asistencë është dashur ta merrni disa ditë më herët, a jeni njoftuar për këtë? Kur kush nuk na kanë njoftuar deri me ditë sot, domethënë kur jemi shkuar kemi marrë njoftimin aty dhe e kum pa letrën se e kishim pa qitë edhe janë shkuar në gjysh ditë, domethënë e kanë qit letrën, nuk e kanë qit letrën mes kur hap qendra, domethënë për votim, po janë shkuar domethënë në ora 12, një ditë që janë shkuar dhe domethënë i kanë ndaluar që mes me mujt me asistim domethënë plesht edhe plaka çka janë domethënë që nuk kanë domethënë shkollë edhe nuk dinë shkrim e lexim. Edhe ata janë shku domethënë e kanë ndaluar që mes me mujt ku kush me hi me asistuar me ta edhe për me votu me ta. Kjo është nuk e di ku e kanë gjetë këtë ligj, po domethënë në shtetet perëndimore nuk ekziston kjo. Nuk ekziston domethënë se në shtetet perëndimore nuk mundet me mohu ku kush drejtën dikuna që do me votu. Përkundrazi që për marrë Gjermani, për marrë shembull, në Gjermani nëse pa marrë parasysh, ai je me shkollë domethënë, edhe din shkrim e lexim apo nuk din, nëse nuk del në votime. Ata e kanë personin që shkon me to, që aty për që aty autorizojnë, edhe domethënë hin asiston edhe voton ose për ndryshe, nuk shkon domethënë gjobitesh 500 euro. Edhe këtu domethënë këtu është këtë të kundërta. Unë nuk e di ku nga i marrin këto ligje, po që tisha unë sot prokuror, automatikisht qaj që e ka lëshu qëtë ligj, automatikisht unë e kisha arrestu ata edhe shumë tjerë bashkë me to. Se qash më kanë acaruar. Faleminderit edhe për juve që pat kohë. Pra nuk ishte kjo ankesa e vetme e këtij lloji që e kemi marrë gjatë ditës së sotme nga këto dy komuna, pasi qytetarët disa prej tyre janë ankuar që nuk po lejohet asistenca e familjarëve të cilët kanë qenë të moshuar dhe thanë që nuk kanë qenë në dijeni që kjo certifikat mjekësor